محبة والهنا وطني أتذكر من آناء وما. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të ndeshëm besimtar, falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa in tashkuru yardahu lakum." Nëse falenderoni Allahun subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me juve. Kurse për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu subhanahu wa taala radiyallahu anhum. Allahu subhanahu wa taala ka qenë i kënaqur me të. Një prej shkaqeve pse ka qenë Allahu subhanahu wa taala i kënaqur me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është falënderimi që ata ja bënin Allahu subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse falënderoni Allahu subhanahu wa taala, Allahu do të jetë i kënaqur me juve. Allahu subhanahu wa taala, prej cilësive të Allahu subhanahu wa taala është kënaqësia dhe hidhrimi. Kënaqësia e Allahu subhanahu wa taala fitohet nëpërmjet ibadeteve, prej ibadeteve është falënderimi, edhe hidhrimi i Allahu subhanahu wa taala fitohet gjithashtu, ajo është nëpërmjet veprimit të gjunaheve ose edhe më lart mohimit të asaj që ka thonë Allahu, e ka zbritë Allahu subhanahu wa taala dhe asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur Allahu subhanahu wa taala lavdronte Nuhin alaihi salatu wassalam në Kur'an, e lavdronte se ai ishte rob që e falenderonte Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala për Nuhin: "Innehu kana 'abdan shakura." Nuhi alayhi salatu wassalam ka qenë një rob që e falenderonte shumë Allahun subhanahu wa taala. Prej falenderimeve që Nuhi alayhi salatu wassalam ja bënte Allahu subhanahu wa taala, sikur që është transmetuar në hadith të saktë, është se Nuhi alayhi salatu wassalam kur hante ushqim, në fund të ushqimit e falenderonte Allahun. Kur veshte ndonjë rrobë e falenderonte Allahun. Çfarë do mirësie që shfrytëzonte e falenderonte Allahu subhanahu wa taala për atë mirësi. Kurse mirësitë që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë neve janë të shumta, madje është e vështirë edhe me i numëru. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe më përpjek me i numëru të mirat që Allahu subhanahu wa taala u jep robërve sicilit prej neve veç e veç,
nuk kena mundësi me i numru dhe me ia dhënë një vlerë, për shkak se janë tepër të mëdha dhe vlerën e tyre nuk e din kërkush përveç Allahu subhanahu wa taala. Shifni se në të gjitha ajetet Allahu subhanahu wa taala i përmend robërit e vet të cilët e falenderojnë Allahu subhanahu wa taala për begatit që Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë. Por ka një falenderim tjetër, i cili është edhe më i vlefshëm se sa falenderimi për begatit që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala materiale fizike. Dhe ai falenderim është me falenderu Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë të mundur me agjëru. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, për më u tregua njerëzve vlerën e udhëzimit. Thotë Allahu subhanahu wa taala, alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linehtadiya laula an hadana Allah. Falënderimi takon Allahut që na ka udhëzuar në këtë fe. Kjo nuk është materiale, kjo nuk është fizike, nuk është e mirë fizike që ta jep Allahu, sikur që është shëndeti, familja, pasuria, të tjera të cilat i posedojmë. Kjo është udhëzimi, kjo është feja, kurse mrena fes janë ibadetet. Ne duhet me falendërua Allahun subhanahu wa taala në fillim që na udhëzoi në Islam, pastaj me falendërua Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë mundur me agjëru deri tash. Me bë falënderim për Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë mundur me i rënë sejdë, me bë ibadet, me fal namaz. Për shkak se ka shumë njerëz të cilëve Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundson me fal namaz. Ka shumë njerëz të cilëve Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundson me bë agjërim të Ramazanit as jashtë Ramazanit. Kurse për munafikët që ishin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej dënimeve që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në këtë botë, ka qenë mos me au mundsu atyre me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejat e tij. Radu bi an yakunu ma al-khawalif fa tubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Ata ja kanë shti hilën në fillim, nuk e kanë ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj si dënim për këtë Allah subhanahu wa taala u ka bërë të ndaluar me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejat e tij, në ibadet, me shoqëru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në adhurim. Dhe pastaj e shihni se secili prej tyre është shmong. Sa herë është nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë gjetë arsye. Njëri i ka dhënë barkë, tjetrit i ka dhënë kryt, tjetri s'kam të shtëpia kërkon, tjetri s'kam përgatitje, kanë gjetë arsye të veta. Ato nuk janë arsye të tyre reale, por atyre Allah subhanahu wa taala u ka bërë të pamundur që ta shoqërojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzve të cilët kanë hilën në zemrat e tyre Allah subhanahu wa taala u pamundson me agjëru, u pamundson me i rënë sejdë Allah subhanahu wa taala. Dhe në ditën e Kiametit këto patjetër se kanë më për ul Allah subhanahu wa taala dhe kanë më rënë sejdë, por ajo është e vëndshme. Ajo është sejdë ose përpjekje për me bë sejdë e cila nuk i bën dobi. Përpjekja për agjërim, përpjekja për namaz, përpjekja për ibadete, për adhurim, është në këtë dynjë. Ati që Allah subhanahu wa taala ja ka mundsu me agjëru, dhe të falenderojnë Allah subhanahu wa taala dhe kjo bëhet ibadet mbi ibadet. Ibadet njerë agjërim. Pse bën agjërimin? Për hir të Allahut. Pastaj po këtij Allahu më thon, faleminderit o Allah që më mësove me agjëru. Thon ibadet mbi ibadet. Falënderim mbi falënderim. Krejt për Allahun subhanahu wa taala. Dhe koha në të cilën jemi është koha e begatis, në të cilën Allahu subhanahu wa taala i fal gjunat e besimtarve. Është pjesa e fundit e Ramazanit, në të cilën besimtarët duhet me i shtua angazhimet, duhet me shtua namazet, duhet me shtua leximin e Kuranit namaz, duhet me shtua duan, duhet me shtua lutjet. Fundi i çdo vepre është më i rëndësishëm i saj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, innamal a'malu bil khawatim. Veprat Allahu subhanahu wa taala i vlerëson sipas përfundimit të tyre. Edhe Ramazani jon ka më vlerësu te Allahu subhanahu wa taala sipas asaj që e përfundojmë.
Po çka bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fundin e Ramazanit? Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi dhe të tjerët. Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, në 10 netëshin e fundit është edhe nota e Kadrit, ashtu sikur që është e ditër tashmë. Çka më këshillon mua? Çka ti thon me Allahu subhanahu wa taala? Çka të bëj? Cila është një lutje? Ta lut Allahu subhanahu wa taala në këtë natë." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Aisha, nëse dëshiron me gjet ose me godit lutjen e saktë në natën e Kadrit, lutë Allahu subhanahu wa taala me këtë fjalë: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." O Allah, ti je falës, e don faljen, fal na neve. Ose nëse është u lut personalisht vetëm për veti: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, falu mu. Duaja është e shkurt. Është mirë me mësu gjithë se cili prej besimtarve. Fjalë shkurtë: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Në gjuhën arabe. Këto është mirë me mësu gjithë se cili. E gjeni të shkruar tek librat e lutjeve. Edhe e gjeni të shkruar në për faqe kudo që e kërkoni duaja specifike për natën e Kadrit. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gjuhën shqipe: o Allah, ti e falës, e don faljen, falu mu. Shkurt: o Allah, ti e falës, e don faljen, falu mu. O Allah, ti e falës, e don faljen, falu mu. Fjalë të shkurta. Sa me i thonë këtu? Hiq pa ndërprej. Gjithë natën, nëse ti pët mundësia, gjithë natën tuje. Gjysore, 1 orë, të hec, të punu, ka jetë duke bo angazhim, thuje: o Allah, ti e falës, e don faljen, falu mu. Që ka që? O Allah, ti e falës, e don faljen, falu mu. Në gjuhën shqipe. Nëse mëson gjuhën arabe, pa diskutim se është më mirë se kështu e thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkrojnë për shkronjë edhe ne duhet mundohemi me thonë shkrojnë për shkronjë ashtu sikur që e thonë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Po ashtu në 10 e fundit ose në fundin e Ramazanit është edhe një obligim tjetër për besimtarët, ajo është dhënia sadakatul fitrit, për të cilën në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend 2 qëllime. Sadakatul fitri jepet për 2 qëllime. Qëllimi i parë është me e pastrua agjërimin. Qëllimi i dytë është me ngop atë që është fukara. Qëllimi i parë, pastrimi i agjërimit. Për shkak se gjatë agjërimit, gjatë 1 muaji agjërimi, me siguri se gjithë secili prej neve ka pas ndonjë gabim i cili ka rënë ndesh me agjërimin. Gjatë 1 muaji agjërimi, gjithë secili prej neve ka pas ndonjë lëshim, ndonjë gabim, ndonjë fjalë, ndonjë çka do që bën ndesh me agjërimin, por që nuk e prish agjërimin, mirë po e bën të papastër, e zhyt, atëherë nxjerrja dhënia sadakatul fitrit e pastron agjërimin. Është interesant se Allah subhanahu wa taala te Ramazani, pastrimin e Ramazanit e ka bë shumë të lehtë në krahasim me ngarkesën që ka bë atyre të cilët shkojnë haxh. Ata të cilët shkojnë haxh edhe kanë më qëndruar më pak se sa që qëndrojmë ne në Ramazan, se ata mrena 3 deri në 5 ditëve ka mundësi me krye haxhin komplet, dhe për shkak të gabimeve të tyre në haxh, Allah subhanahu wa taala e ka ngarkuar me nga një kurban, e cili është shumë më i shtrenjtë se sa një vitër ose një ushqim që jipet një të varfuri. Koha atje më e shkurt, këtu koha më e gjatë. Mundësia për gabime atje më e vogël, mundësia për gabime këto është më e madhe. Prej shkaqeve që kanë përmend dietarët është se ajo është toka e shenjtë, por falënderimi takon Allah subhanahu wa taala që për një periudhë 1 muajore për gabimet mrena 1 muaji që kena pas mundësi me i bë, por me e zhyt agjërimin ton, Allah subhanahu wa taala e kalon mundësinë me bë ata të pastër nëpërmjet dhënies së sadakatul fitrit. Qëllimi i dytë është me dhënë sadakatul fitrin për me ushqyer të varfër. Edhe kur bashkohen çto të 2 qëllimet, janë të pajtimit dietarët e sunetit se çdo njeri ose çdo
person i familjes, derisa edhe fëmijët të cilët janë të palindur ende, por që nanat e tyre i kanë vërejtur se janë të gjallë në barqet e tyre, për të gjithë këta jepet sadaka për shkak se llogariten njerëz të gjallë antar të familjes. Pra kushdo, edhe për fëmijë, edhe për të rritur, edhe për vjetër, edhe për veti, jepet sadaka për gjithë secilin. Nëse pyet dikush, po sadakaja jepet për me pastrua agjërimin, kurse ata të voglit nuk kanë agjëru, është e saktë. Por sadakaja ka edhe një qëllim tjetër, ajo është ushqimi atyre të cilët janë të varfër. Edhe kur bashkohen të dy qëllimet, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur në hadith, del se gjithë secili prej besimtarëve duhet me nxjerr sadakatul fitrin. Pastaj, edhe ata të cilët nuk kanë, edhe ata duhet me nxjerr sadakatul fitrin. Që shka mundësi me nxjerr ata të cilët nuk kanë, duhet më bë dy që nuk kanë, njëri më ia dhën tjetrit, edhe apet me mit, ata 0-0, ama duhet me nxjerr, duhet me dhon. Çështja është e nivelit të lartë. Detyrimi është i nivelit të lartë. Gjithë secili duhet me dhon. Edhe ata që s'kan, duhet me dhon. Çish me dhon ata që s'kan, me u koordinua ata që s'kan në mes veti, me ia dhon njëri tjetrit, me një shumë të përbashkët. Edhe nëse merr sadaka, edhe nëse takojnë mi marr vitrat prej të tjerëve, edhe ti dush mi dhon. Domethënë gjithë secili duhet me nxjerr sadakatul fitrin për pastrimin e agjërimit të tij dhe për ushqimin e të varfërve. Dhe përmbledhja e dy çështjeve më të rëndësishme të 10 nërgjve të fundit është shtimi i duave, shtimi i leximit të Kur'anit, shtimi i ibadetit dhe nxjerrja e sadakatul fitrit. Sadakatul fitri zakonisht llogaritet me ushqim, ose atë që llogarisht te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me oriz, e që një shumë për afërsisht mund të sillet minimumi asaj 2 euro për pjetë, për atë që e njohmi na. Por, në atë që është transmetuar nga Abu Bekri radiallahu anhu, ai thoshte njerëzit besimtar kur nuk rrinë në minimumin e çështjeve të lejuara, ata shkojnë më lart. Kur shka mundësi në ta pastron me 10, edhe 20, edhe 30, edhe 50. Kur shka mundësi më shumë, në t'jep më tepër. O ma tunfiku min shay'in tajiduhu inda Allah. Çka do që shpenzoni për hir të Allahut subhanahu wa taala, ata keni me gjetë te Allahu. Por ata që s'kan mundësi, nuk do të më ngarkuar për te asaj që ka urdhëruar Allahu dhe asaj që ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe kur bëjmë dua, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Edhe kur japim, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. E kjo është çështja e besimtarit. Besimtari punon, edhe lodhet derisa i fiton parët e veta, masi që i fiton, ja jep dikujna. Masi që jep dikujna, o Allah, falënderimi takon ty që më ke mundsu mu mi dhon dikujna. Kjo është besimi e atij që e falënderon Allahun subhanahu wa taala dhe atij i cili e njeh urdhën e Allahut dhe urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse dyshimet e atyre të cilët nuk e kanë besuar Allahun kanë qenë prej moti dhe sot pse unë jam i detyruar me ia dhon atina që edhe ai ka mundësi ose të tjera. Ne nuk i kena obligim njerëzve, por i kemi obligim Allahu subhanahu wa taala. Atë që u dhom njerëzve, nuk e dhom për njerëzit. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojmë për atyre as më na shpërbly, më na i kthyen herë, as bash nuk dojnë as më na thon faleminderit hiç. Për shkak se çështja është për hir të Allahu subhanahu wa taala. Inma nut'imukum liwajhillah. Të gjithë ushqimet e tjera për ata të cilët ndihmojnë, çështja bëhet vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala. Dhe kushdo që bën diçka për hir të Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala shumë bujar. Nëse dikush jep për hir të Allahut, Allahu subhanahu wa taala atij jep më shumë se sa ky që ka dhënë. Nëse dikush kërkon falje prej Allahu subhanahu wa taala, do të më ditë se edhe ky do të më fal disa njerëz që kanë gabuar ndaj tina. Nëse ti fal njerëzit të cilët kanë gabuar ndaj teje, Allahu subhanahu wa taala është më meritor me të fal ty. Ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë të mundur me agjëru deri në këtë ditë dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj edhe ditët të cilat vijnë në vazhdim të agjërojmë edhe të shtojmë ibadetet në to. Ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe të kërkojmë falje. Janë ditët të numëruara të cilat kalojnë dhe deri në vitin e ardhshëm nuk kemi me pas rast
me gjithë kësi dita me të cilat Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me dhënve dhe na fal. Deri në vitin e ardhshëm nuk kena me gjithë në të cilat kena mundësi me fal namaz, sikur që fal me qtash. Vlera aty në namazeve tjetë ma e madhe se sa sikur që tash. Vullneti i besimtarëve tjetë ma i nalt se sikur është tash. Nuk gjinden atëre për mos me pendue për lëshime, për mos me thonë ta kishmi shfrytzuar edhe ma mirë, shfrytëzoni edhe këto që kanë mbet, e lutë në Allah subhanahu wa taala më na fal, e me i përmirësua çështjet e fesë tonë edhe dënjas tonë, çështjet e familjeve dhe gjithçka me të cilën kemi mangësi. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.